qarku i Gjirokastrës për 4 mandate, Partia Socialiste propozon 5 emra, ku kam kënaqësinë që ndaj me ju, ku krahas meje do të ketë një tjetër zonjë, një vajzë, një zonjë përmetare, Anila Dimitri, profesioniste me përvojë në fushën e menaxhimit publik, që ka drejtuar me sukses Këshillin Bashkiak të Bashkisë së Përmetit, ku me një tjetër zonjë në krye, kryetaren e bashkisë e kanë kthyer Përmetin në një nga bashkitë me performancën më të mirë dhe më të suksesshme në Republikë. Kandidati i dytë që kemi në listën e Partisë Socialiste është Piro Dhima, një prurje e re në Partinë Socialiste, djali i Gjirokastrës dhe i minoritetit Dropullit, që bashkë me familjen e vet vendosi të kthehen nga emigracioni për të ndërtuar në fushën e turizmit dhe të hotelerisë disa nga modelet më të suksesshme në këtë sektor, praktikisht në atë të mikpritjes Gjirokastrite dhe Dropullit e bashkë. I bashkohet Partisë Socialiste pas një dilemë si rruga e vetme, të cilën e kam provuar vetë dhe që jep garancinë për zhvillimin e komunitetit, por edhe të vendit. Kandidatura e tretë është Shqyqyri Hysi. Është një tjetër kandidat që vjen nga platforma e deputetit që duam. Profesor në Universitetin e Qrem Çabej të Gjirokastrës, me kontribute në fushën e mësimdhënies dhe të studimeve historike. Një djalë nga Memaliaj, që përvojën e vet e vendos pas një dilemë në shërbim të kauzës së Partisë Socialiste, si forca e vetme progresiste për projektin Shqipëria 2030. Në fund, po jo për nga rëndësia. Tërmet Peçi, ndoshta është deputeti që të gjithë do donin ta kishin në skuadrën fituese, prandaj jam shumë krenare që drejtuesin e pakonkurrueshëm të Bashkisë së Tepelenës, që e ka kthyer në një vatër të agroturizmit dhe turizmit natyror, fituesin serial të shumë betejave tona elektorale, ta kem në krah, në ballë të garës elektorale të 11 majit për një fitore të padiskutueshme të Partisë Socialiste, jo vetëm në qarkun e Gjirokastrës, po të gjithë Shqipërisë. Bashkë me mua, këto janë 5 kandidaturat e listës së Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës që do të garojmë të sigurt drejt fitores. Faleminderit.